Test. Jo. 3, 2, 1. Pret vjerë. Me bëjnë për krah, sot jemi në qytetin e Mitrovicës, krah për krah me Lindritën. Jemi arë në këtë qytet, shumë të bukur, të gjallë, po do të shkojmë pak ka pjesa malore. Për shumë vite fshati Bajgor ka jetu me frikën nga municionet kasetore, ose thonë me mirë, municionet e pashpërtyra nga lufta, të cilat jo që e kanë rrezikuar edhe jetën e njerëzit, po ka bën ngjecje edhe në bujqësi, në blegtori e shumë çka tjetër. Kështu që na po shkojmë te organizata Norwegian People's Aid, të cilët kanë me na rrëfyma shumë rreth kësaj pune dhe do të na shoqërojnë direkt tek fshati i Bajgorës. Hajde. Këtu jena të fusha operacionale në Bajgor. Aktualisht janë duke punuar, duke kryer aktivitetet të pastrimit të mjeteve të pashpërtyra 2 ekipe. Projekti aktual i Bashkimit Evropian është një projekt konzorciumi mes partnerit ton Hello Trust dhe Norwegian People's Aid me financim nga Bashkimi Evropian, edhe ka për qëllim identifikimin dhe pastrimin e zonave të rrezikshme nga ndikimi negativ i kontaminimit me mina toksore dhe municione kasetore. Pastrimi i shumicës e zonave është kryer tani më. Kjo është edhe fusha e fundit ku jemi duke pastruar dhe Bajgora do të shndrohet në zonë turistike e frekuentuar lirshëm nga njerëzit që e vizitojnë. Para se më fut në zonë, pajisjet ndrojse janë të obligueshme për mu afru aktiviteteve tona. Okej, me knasimat madhe. Okej. Dorën tjetër on. Rregull. Pas ka hije. Kjo të mbron domethënë prej Në rast të eksplodimit, më mbrojt prej pjesë vitale të trupit. Okej. Për momentin jemi të sigurt edhe gjendemi në zonën e konfirmuar të pastrimit ose të papastruar. Aktivitetet veç se janë në vazhdim. Sigurisht rrezikshmëria dihet, po sa është i vështirë si profesion. Si profesion është shumë i vështirë, por ne jemi shumë të kënaqur me punën tonë që e bëjmë, edhe nëse arrin një person me pështu në jetë të njeriu atëherë, unë mendoj që është përmbush misioni i tij në këtë botë. Sa fusha deri tash i ke pastruar ti? Unë punoj për MPA-n që 6 vite, besoj që kam punuar në gjitha fushat në veriun e Kosovës, edhe kam dhënë kontributin tim personal në këtë aktivitet. Kam si pasion bjeshkatarin, veç se është u zhvillu një rrjetizim i gjitha shtigjeve në shallë të Bajgorës. Kthimi i pronës të banorët lokal në këtë zonë është shumë me një rëndësi shumë të veçantë, sepse krejt kjo zonë është dhe ka potencial shumë të madh për zhvillimin e turizmit të fshatit dhe malor. Sigurisht ky projekt është multietnik dhe multigjinor, edhe përbëhet nga shqiptar, bosnjak, serb. I want to ask you, how is the collaboration between all of you? How is it going? Okej, naša saradnja ide veoma dobro. Ja radim u multietničkom timu 8 godina, kao što ste rekli, ima Srba, Albanaca, Bošnjaka u timu. Do sad nismo imali nikakav problem, znači radimo u izazovnom terenu i poljima, tu smo jedan drugom uvek na usluzi, sve je odlično. Prej një zone ku është u siguru areja, tash jemi në një zonë shumë të sigurt tek shkolla me UK. Faleminderit drejtor për pritjen që na vone. Faleminderit edhe juve për vizitën. Sa banori ka fshati Bajgor? Për momentin i ka dykon rreth 45 familje që banojnë këtu, dykon me 220, 15-20 banor. Ky vend është më shumë blegtoral. Në fshatin tonë janë
që kom përmi 10 ferma, disa me kapacitet më të madh, disa me kapacitet më të vogël të baktive, kështu që këta banorë cilët banojnë këtu në shotin tonë, merren me blegtori. Fushave të Bajgorës sigurisht e takuam edhe një fermer, zotrin Arben. Zotri Arben, çysh është me kon fermeri i Bajgorës? Po e vallai, na i mojnë për nevojat tona që shto punojmë. I mojmë i qumshtin e shesëm. Sa krerë lopi ki? I kiem ofër 70 cupa o krejt. Sa është e sigurt kjo pjesë? Po i tash e kanë siguru se vallai përpara ka pas të gjithfar, ka pas blesi var kasata bum pash ka pas kogja shumë. E këta e kanë pastruar. Kësaj dekret këtë par pjesë të na onë qa man qa duket këtë e kanë pastruar. Jo keni edhe një rast personal ku vetë keni shkel në një kasata bombë. Po nalë që t'jem, i thujmë na barel që t'jem ka pandur një farë patkecije. E kom pa hup durën edhe një dy gishtat komës. Sa vjeçar je kon? 17 vjetë. Qysh e kujton rastin, je kon të lujt, je kon të qitë blektori? Jena kon me një kusheri këtu, jena kon i kina posë të edhe dhen i kina posë. Jena kon me to, po atëre ka posë shumë atje ka posë. Me që s'kishëm ka i qymë në atëre me i kullut, se ka posë atëre muj me tonë valoj, krejt të na unë të kun plot ka posë. Prej një zone të rrezikshme tash po lulzon, a? Po valoj, po lulzon. Ja në shtirë shumë ka dush, mund është me shkua. Mundesh mi thonë krejtve që me arë me vizitu Bajgorën? Po valoj, e vizitujnë, ka gja shumë e vizitujnë. Po aty be, ka shumë kanë marrë villa, kanë plot, po aty be. Rrugës të shku të turbinat e erës, po është këtë të këj krojët që njerëzit po merkan ujë. Zotri prej kajt je dhe pse, qka është këj fenomen këtu me marrë ujë, është i shëndetshëm, a qka po ndodhë këto? Të falenderit, po unë jam i komunës Vështres, edhe ne vim rregullisht që një 10 vite këtu me marrë. Po, edhe se shaj që kena mujt na me vrejt edhe njerëz, është se kjo është ujë shumë i pasër, edhe për lëkëtas është i mirë. Ne zakonisht është e përdorim edhe për qaj, është shumë i mirë. Që to kështë të veta e përdojni për qaj, po Bajgorën sa e vizitoni, kështu për qefi? Po, muna me thonë këtë sezonës kër është kua nëzet, uja 2 javë nuk kalojnë pa orë me bu një piknik, koha njëra do natyra shumë i mirë. Po i frest. Shkojmë tash te turbinat. Erdhëm të pjesa më atraktive, nashta që muna me thonë, është kjo pjesa e turbinave. Lumi, faleminderit shumë që na prite. Unë muj me thonë, nashta për sy, pjesa ma e bukur që është në Bajgorë. Për pas natyres, normalisht që edhe turbinat janë pjesë e rëndësishme e Bajgorës. Gjithsej kemi 27 turbina, 27. po kapaciteti total i krejt parku të erës është 105 MW. Çka përfiton Kosova prej këtyre turbinave, Lumi? Kosova përpas energjisë që përfiton, është një përfitim tjetër që energjia që fiton është energji e pastër, do më thonë është energji që fitohet pa emitimin e CO2-shit. Sa është e sigurt me nejt turistat ofër turbinave? Me ndajt ofër turbinave nuk preferohet për pas personave të autorizim që kanë punë dhe që i mirëmbajnë ato. Nëse vetëm pa tjetër du të me shko ofër turbinave, është mirë me u pajis me helmet edhe me pajisje tjera mbrojtëse si këpucat e punës e tjera. Si që dim, këtu ka pas edhe pjesë shpërthyse, po për juve sa ka qenë e sigurt që me i ndërtu turbinat këtu? Pasi që vendi o pastru prej minave edhe prej pajisjeve tjera shpërthyse, tash Bajgorë është zonë e sigurt edhe kohëve të fundit nuk ka telashe për shkak të sigurisë. Faleminderit shumë, Lumi. Faleminderit edhe ju. Me
Me këtë pejsazh të mrekullueshëm tani më edhe të sigurt po e përmbyllim këtë epizod. Shihemi në episodin e radhës. Me krah, me